sipas Markut në kapitullin e 8. Marku, kapitulli 8. Shumëzimi i dytë i më falni. Është kapitulli i 8 tek paragrafi 31. Është rrëfimi i Pjetrit. Kapitulli 31, kapitulli 8 tek Ungjilli sipas Markut, paragrafi 31. Pastaj nisi të mësoj atyre se birit të njeriut i duhet të vuaj shumë gjëra, do të hidhet poshtë nga pleqt, nga krerët e prifërinëve dhe nga skribet, se do të vritet dhe pas 3 ditësh do të ringjallet. Dhe ai tha këto gjëra haptas. Atëherë Pietri e mori me njan dhe filloi ta qortoi. Por ai u kthye, shikoi dishepujt e vet dhe e qortoi Pietrin, duke i thënë: "Largohu nga unë, Satan, se ti nuk ke shqisën që për gjërat e Perëndis, por për gjërat e njerëzve, secili të marrë kryqin e vet." Pastaj i thirri pranë vetës turmën me dishepujt e vet dhe ju tha: "Kushdo që don të vijë pas meje, të mohoj vetveten, të marrë kryqin e vet dhe të më ndjek. Sepse ai që don të shpëtojë jetën e vet, do ta humbas, por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim e për Ungjillin, do ta shpëtojë. Çdo bi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën, nëse më pas do të humbas shpirtin e vet. Ose çfarë mund të jap njeriu në shkëmbim të shpirtit të vet? Sepse kujtdo që do t'i vijë turp për mua dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kurrëshkeles dhe mëkatar, por atë do t'i vijë turp edhe birit të njeriut kur të arrijë në lavdinë e Atit të vet me engjëjt e shenjtë." Vëllezër dhe motra, na siguron Jezu Krishti duke na thënë se ky brez është i mbushur me mëkat. Është i larguar nga vullneti i Perëndis. Larg urdhrave të Zotit, larg edhe dashurisë të Perëndis, larg. Dhe ishim edhe ne në atë brez, vëllezër dhe motra. Por thot shkrimi se kushdo që ka turp për mua dhe për fjalët e mia në këtë brez, aty ku do të vinë ofertat e mëkatit dhe ti do të kesh turp të flasësh për Zotin, do të kesh turp të zësh pozicionin tënd kundër mëkatit dhe ti thuash jo mëkatit, edhe unë, thot biri i njeriut, do të më vijë turp kur të vinë në lavdinë e Atit bashkë me engjëjt e shenjtë, thot Jezusi. Është një premtim, vëllezër dhe motra, që na jep Zoti kur ne marrim pozicionin e duhur në këtë jetë. Dhe nuk ka rëndësi emrat, shumë të krishterë quhen të krishterë të kësaj kishe, të krishterë të kësaj kishes tjetër, të njënës doktrinë apo të doktrinës tjetër, dua të them, të besimeve të fetare, por thot shkrimi se ai që më don është ai i cili dëgjon dhe zbaton vullnetin e Atit tim. Dhe sikurse unë dëgjova dhe bëra vullnetin e Atit tim, thot Krishti, edhe ju dua të dëgjoni dhe të bëni vullnetin tim. Aleluja. Dhe thot Pietri, ashtu sikurse kishte një zbulesë të madhe nga Ati Perëndi, nuk ishte i ti kjo zbulesë që i erdhi. Zbulesat që ke nuk janë prej teje, por Zoti t'i jep. Zotin lavdëro. Dhe Pietri thot, ti je biri i Perëndis të gjallë, tha pak përpara. Dhe lavdëruan të gjithë së bashku, tha Zoti, me të vërtet, zbulesë e Atit ishte kjo që theti Pietër, por kur ju tha për ato që do të kalon të Jezusi, se do të kryqëzohej, do të dorëzohej në duart e të tjerëvet, dhe do ta kryqëzonin, do ta vrisnin dhe të tretën ditë do të ringjallej. Por Pietri e mori veçmas dhe vazhdon ti thot, Zot, të vije keq për veten tënde pak. Mundohej tani kush? Pietri, që ta nxjerr Jezusin jashtë vullnetit të Perëndis. E tmerrshme nuk është kjo. Por Jezusi kuptoi. Jezusi kishte lidhje me Atin. E kuptoi se në të vërtetën nuk ishte Pietri që fliste. Le që Pietri e lejoi të dalë nga goja e tij, por është djalli pas tij që e shtyn Pietrin të flas, i cili në atë moment i bën një sulm dhe çfarë i thot? Të bëjë diçka që Ati i tij qiellor nuk donte.
Bëj atë që don aty qellor, vëlla dhe motër, mos e mërzit. A i dha birin e tij të vetëm lindur për ty. Të lutem, të don ati, bëje vullnetin e atit. Pranoje vullnetin e atit dhe thuaj, jo, shporu nga unë, Satan, unë do të kundërshtoj. Dhe Jezusi e kundërshtoi, vëllezër dhe motra. Shporu prej mejet, Satan, i thot Pietrit. Dhe duke parë dishepujt e tij, ju drejtua Pietrit dhe i tha, ti nuk mendon për gjërat e Perëndis, por për gjërat e njerëzve. Ne duam të interesohemi për të Perëndis dhe jo për të njerëzve, vëllezër dhe motra. Dhe sikur se mblodhi turmën bashkë me dishepujt, ju thot, tani, shikoni, kush don të më ndjek mua, atëhere nuk të therret me zor Zoti. Nuk shkon me zor të marrë dikën t'i thot eja dhe më ndiq këtë e bën djalli, që i lidh me zinxhir, me pranga, e lidh njeriun, dhe nuk mund të çlirohen njerëzit edhe pse duan të çlirohen, dhe mendojnë se janë të lirë, ndërsa janë shërptor të mëkatit. Dhe duke menduar se duke bërë mëkatin, kujtojnë se janë të lirë, dhe po t'ju thuash, ja mos e bëj mëkatin, nuk munden, dhe ky është vërtetimi për ta se nuk janë të lirë. Mundohu pak të mos pish cigare, ti thuash njerëzit që pin cigare. Mundohu të mos luash bigjoz, Mundohu pak të mos kurvërosh për dikën që kurvëron. Është skllavi mëkatit, nuk mundem thot, atëherë je sklav. Kurse të bitë e Perëndis janë të lirë, vëllezër dhe motra, e çliroj fjala e Perëndis, sepse pranoj fjalën e tij, pranoj të vërtetën dhe e çliroj e vërteta, fjala e Perëndis e çliroj. Kush don pra, ju drejtohet të gjithë atyre që duan. Kush don të më ndjek, thot, për jetën e përjetshme, le ta mohoj veten e tij, hapi i parë. Ta mohoj veten e tij. Do më thënë, të heq mbi vete çdo gjë njerëzore, çdo gjë që nuk i pëlqen Perëndis, ta heqi, ta dënoj. Kjo do të thot ta heqësh. Të thuash, këtë nuk e don Perëndia, këtë nuk e don Zoti, nuk i pëlqen Perëndis kjo. Nëse jam i lidhur, do të shoh se si do të çlirohem, por duhet ta mohoj së pari. Ta them se kam neveri për te sepse është djallit, unë dua gjërat e Perëndis në jetën time. Akoma, edhe në qoftë se më tërheq diçka, e dënoj në emër të Krishtit. Le të ngrej kryqin e tij, vazhdon flijimi këtu. Krishti, vëllezër dhe motra që të ringjallet, kemi thënë se së pari kaloi, shkojmë nga një herë në fund tek ringjallja. Mirë bëjmë që shohim tek ringjallja, por përpara ringjalljes ishte kryqëzimi, kaloi nga kryqi Krishti. Dhe ne ftohemi të kryqëzojmë lakmit dhe dëshirat e jetës tonë në kryq të Golgotës. Dhe përpara të kryqëzimit ishte flijimi në Gjestimani, ora e lutjes, ora e gjunjëvet, ora ku duhet të mbushej me atin e tij qiellor Jezusi në mënyrë që të mund të shkojë të ngjitet në kryq të Golgotës. Si mund të flijoj vetën time, si mund të kryqëzohem në qoftë se përpara nuk mbushem me frymën e shenjtë. Na thot shumë bukur vëllezër dhe motra tek Romakët, dhe është që ta shohim, jemi debitor, thot, jo të mishit që të jetojmë sipas mishit, nuk i kemi borxh mishit që të jetojmë sipas mishit, sepse nëse jetoni sipas mishit, keni për të vdekur. E thot qartë tek Romakët fjala e Perëndis. Nëse rroj sipas mishit, sipas lakmisë së syve, sipas krenarisë të kësaj jete, nëse jetoj sipas mishit do të vdes, por në qoftë se nëpërmjet frymës do t'i zhdukim veprat e mishit, atëherë do të jetoni. Ky është sekreti. Aleluja. Merre këtë qeles të fjalës të Perëndis. Merre këtë qeles në duart e tua që të jesh kundër mëkatit. Në mënyrë që duke hequr veprimet e mishit, do të jetoni. Nuk do t'i hequn pra këto veprime, por nëpërmjet frymës të shenjtë do t'i heq, sepse kush drejtohet prej frymës të shenjtë janë bijtë të Perëndis, sepse nuk morët një frymë frike që të keni frikë përsëri,
por moret frymë birëriet vëllezër dhe motra, me të cilën thërrasim Aba o Atë. Aleluja. Tek Ati jon, o Atë, çlirom nga mëkati. Merë biri im, mbushu me frymën e shenjtë biri im. O Atë, me zgjidh nga prangat që me kanë lidhur. Më kishe çliruar dikur për përsëri erdhën ato pranga në jetën time. Thuaj jo, ti o biri im, thirr tek unë dhe unë kam për të dhënë atë, sikur tham, shpatën për të prerë zinxhirt. Merr kryqin e vet, sepse aty tham se do të kryqëzohet. Do ta kryqëzoj mishin bashkë me lakmitë e tij. Dhe le të më ndjek. Dhe kështu ki kujdes, derisa të çliroj Zoti. Kujdes, mos je në buzë të greminës, mos je në kufint, në prag, që të luash me vullnetin e botës, për eja mbrapa, eja në mes, aty ku është populli i Perëndis, aty ku është kisha e Krishtit, ku janë vëllezërit dhe motrat, dhe të pres në zjarrin e frymës të shenjtë. Aleluja. Kush don të shpëtoj jetën e vet, do ta humbas. Nëse përfundimisht do të zgjedhi pra mëkatin në jetën time dhe jo Krishtin, do ta humbas jetën time. Cilën jetë? Jetën e përjetshme flasim. Akoma edhe atë në qoftë se fitoj këtë jetë, çfarë të fitojmë në këtë jetë? Pasuri dhe lavdi. Tham, gënjeshtra thot djalli, dhe nëse akoma ti jep ato që të ka premtuar, do të jenë për pak kohë. Ja kujtoni pak shembujt e shkrimit, që të mos them tani njërin për një, për Krishti është ai që jep jetën e përjetshme. Dhe apostulli Paul thot në letrën e tij, vëllezër thot, jemi të rrethuar nga një re dëshmitarësh, nga njerëz besimtar, dëshmitar që kanë dhënë jetën e tyre, jo vetëm që të vdesin për Krishtin, por jetën e tyre që të mos duan mëkatin për Krishtin. Jemi të rrethuar nga dëshmitar re të tillë dëshmitaresh dhe të heqim tej thot çdo barr, thot tek Hebrejt në kapitullin e 12. Dhe mëkatin që na përçakon, mëkatin është pesha e mëkatit, është pesha e kësaj jete nëpërmjet pikëllimeve, nga gjendjet e kësaj jetet, aty na thot fjala e Perëndis, shko në lutje. Dhe paqja e Perëndis, gjitha këto do t'ja thuash Zotit, të gjitha do t'ja shprehësh Perëndis, dhe paqja e Perëndis që të i kalon çdo mendje, do t'i kaloj, do të ruaj mendimet e tua, por edhe mëkatin që na qarkon. Pra ekziston një mëkat, dy apo më tepër, të cilat shumë lehtë mund të përshtjellojnë, futen në jetën tënde. Ndryshe mund të vinë në jetën time, ndryshe në jetën tënde, sepse ka mënyra të ndryshme që të përshtjelloj mëkati. Çfarë na thot pra ti mohojmë këto? Do me thënë të thuash jo, kundërshto, vazhdo në betejën tënde. Si? Duke vrapuar me durim në betejën tonë që presim. Është një betejë vëllezër dhe motra, por është betejë mirë. Njeriu që e kundërshton djallin, lufton dhe ka me vete Zotin, ka Zotin sikur tham, kujtoni pak për Jozefin. Jozefin, atë djalë të ri, i cili e ka mëkatin në pjatë të ofruar kaq herë, ndërsa ai tha, jo, unë do ta kundërshtoj mëkatin, se jam i Zotit, se jam biri i Perëndis, nuk jam biri i kësaj bote, jam biri i mbretit të madh, aleluja, dhe kam vegime qiellore, dua të shoh për në qiell, dhe shef Pali shumë bukur këtë. Thot, kur të luftojmë, nuk është të luftojmë dhe Perëndia është larg nesh, por Zoti është me ne. Por në momentin që bën betejën tënde dhe vrapon, akoma mbase edhe lodhemi nga një herë, mbase mpakemi, mbase na humbet edhe durimi, shpeshherë shohim që thot të hedhim shikimin ton tek Jezusi, princi dhe përsonjësi i besimit ton. Dhe ky është sekreti i madh. Më falni, marrëdhënia jon personale me Zotin. As fjalët e prindërve nëse je i ri, as fjalët e vëllezërve nëse je më i madh, as fjalët e të fëmijëve nëse je i moshuar,
vëllezër dhe motra, do të na mbaj vetëm lidhja jon me Jezu Krishtin. Lidhja jon personale për gjithë secilin prej nesh me Krishtin. Shiko atë që është personsi i besimit ton, i cili për gëzimin që pret, cili do të ishte gëzimi, se do të shkoj përsëri tek Ati, do të arringjallë Ati, i cili duroi për gëzimin e tij, duroi kryqin, e përçmoi turpin dhe përfundimisht çfarë bëi unë poshtë? Jo, por fitoi. Ul në të djathtë të fronit të Perëndis. Edhe ti do të ulesh në fronin e Perëndis nëse qëndrojmë në këtë betejë, vëllezër dhe motra, në betejën frymërore, por gjithmonë si një mesazh të vinë nga fryma e shenjtë në jetën tonë. Thuaj jo mëkatit. Merr vendim në jetën tënde që të kundërshtosh mëkatin, të japësh betejën tënde kundër mëkatit. Thuaj jo. Vishu njëkohësisht me armët e dritës dhe do të fitosh. Vazhdo që tani, vazhdo që sot. Amen, fjalës të Zotit.